Sa ditë mund ta lëm në frigorifer gjellën? Habit eksperti. Do ta hidhni nëse ka më shumë se kaq ditë. Ekspertët thonë se gjella e bërë nuk duhet të kalojë më shumë se një ditë në frigorifer pasi ajo mund të kalojë në elmin. Ata thonë se të gjithë gjellrat që kalojnë më shumë se kaq ditë në frigorifer mund të krijojnë edhe dëme në shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që ajo të konsumohet brenda vaktit dhe të mos lihet pjesa e mbetur në frigorifer, pasi jo vetëm që do të humbasë cilësinë ushqyese të përbërësve që keni shtuar në gatim, por do të jetë gjithashtu e dëmshme edhe për organizmin. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë të mos e teproni me gatimet tuaja, të gatuani aq sa doni të konsumoni, dhe gjithashtu nëse gatuani pak mund të konsumoni diçka tjetër. Eksperti këshillon të mos e lini më shumë se 24 orë në frigorifer ushqimin që keni gatuar, pasi kështu mund të merrni të gjitha elementet e saj dhe pa humbur cilësinë dhe shijen.